që Irena ishte përzgjedhur për shkak të këtyre falsifikimeve. Pra ajo mund të japë çfarë vendimi do Rama gjithkohës. Patjetër. Dhe rasti më flagrant është rasti i zotit Meta. Ditën që u bë marrëveshja, u than ti do të pushohet çështja në këmbim të kalimit të çështjes së Ilir Metës për gjykim. Për të mos fol pasaj për ato skandale që ka bërë këtë dosja e zotit Berisha, Maltezi, për gjyqin me shkelje të rënda procedurale të Fatmir Mediut, me dënimin e Belerit, po ka dhe dy çështje të tjera në fakt që opinioni publik nuk i ka njohur, siç duhet dhe ne mirë është që t'i flasim. Unë e kam thënë gjithmonë që mafja më e rrezikshme në Shqipëri dhe për këtë mbaj përgjegjësitë plot është mafja instaluar në sistemin e drejtësisë. Është mirëfilli një organizatë kriminale në formë rrjetë mirëmange që ato komandojnë jo vetëm gjithë sistemin, por edhe në gjyqje që duan ata të humbin, çojnë avokatin që duan ata. Në gjyqje që duhet që do fitohet, do të shkojë avokati që ato mendojnë. Pra, për të mos shkuar ke Erion Velia e pamne që për turpin e kësaj drejtësie dhe të spakut konkretisht, një i pandehur, ditën bën të pandehurin, në drek, në mëngjes bën të pandehurin, në drek bën akuzuesin. Jo, avokatin. Palësh ai. Ke shumë të drejtë. Palësh. Po për plarjen në drejtësën po flasim. Po për plarjen në drejtësën. Pra, kjo është drejtësia e spakut, drejtësia e Altin Dumanit, me qenë se edhe unë ju kam sjellë ca prova për të folur sot, dhe çdo gjë është brenda këtij rrethit të urdhrave të organizatës kryesore kriminale që drejton vendin, që për mua është Linda Rama, dhe ajo është me 4 mbiemra. Linda Rama. Po, për mua kryetarja e organizatës kriminale shqiptare është Lindita Rama Basha Xhillari Cabiri, ka shumë mbiemra. Pra, kështu i zgjedh Rama grat, i do me shumë mbiemra se i ka dhe më të lehta për t'i përdorur. Ndërkohë, problemi është që mafia brenda sistemin drejtësisë është një, si mund ta themi, një deg filial i organizatës kriminale. Pra dhe këtu janë të njëjtët njerëz me rekorde kriminale, me figurë integriteti të bërpis, me aftësi profesionale zero, të cilët pikërisht për këto arsye janë zgjedhur. Mua ajo çfarë më ka bërë përshtypje në gjithë këtë histori është se në korrik të 2025-s i nderuar, u mor vesh nga vet letra e ardhur nga prokuroria e përgjithshme që vendimi i bërë publik